Pyetja e fundit. Nuk e di ata kanë bërë ndonjëherë këtë pyetje, por ta bëj këtë. Ti nuk më rësitesh. Përsëritja Mamadies. Po, je prind në institucion, je prind në Time Center, je bashkëpunëtore, je partnere. Dua një mendim për Time Center, ashtu siç ti e ke pasur momentin e parë që ke ardhur, siç e ke sot, dhe një sugjerim, një kritik, si ka ndryshuar ky mendim, ka ndryshuar apo jo? Dua një mesazh për Time Center. Sa vite u bën që unë jam këtu? U bën disa. U bën disa. Do me thënë, unë i kam sjell fëmijët të vegjël fare dhe sot ata janë po hynë në moshën e adoleshencës. Do me thënë, mendo sa vite unë jam në Time Center. Kjo është një fakt edhe një përgjigje, por nga ana tjetër ju kam parë të rriteni fation, edhe kjo është diçka e mirë. Të rriteni në shumë drejtime, qoftë në shërbimet që ofroni drejt për fëmijët që janë pjesë e institucionit, por edhe më gjerë se që janë këto intervistat, për shkak që po bëjmë bashkë, apo dhe në fushat të tjera tematika që ju i trajtoni këtu. Këto do veçoja. Pastaj pjesa tjetër është pjesë e strukturës që çdo institucion, po themi, që ka lidhje me pjesën e edukimit arsimor, i ka të përfshira në ato kurrikulën e vet. Por ajo që do i veçoja është hapat e sigurt që ju hidhni drejt rritjes institucionale, por edhe të shërbimeve që ofroni. Që jedhim të gjithë bashkë. Po, shumë e vërtet, për shembull fakti që shpeshherë prindrit përfshihen në vendimarrje është diçka që ju faktorizon, kështu që uroj që dhe besoj patjetër që do ta vazhdoni. Po, kjo